Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të përkthimeve të lëndëve fetare sipas niveleve. Dhe më konkretisht sot ne jemi sërish në lëndën e fikut, në librin që kemi marrë në shqyrtim me titull Enciklopedia e legjislacionit sipas 4 shkollave juridike. Mawsu'atul fiqh ala madhahibil arba'a. Dhe jemi tek kapitulli i hyrjes i titulluar Thana'ul ulama'i alayhi war-raddu ala man ta'ana fihi. Lavdërimi i dietarëve për të dhe përgjigjja ndaj atyre që e kanë kritikuar. Bëhet fjalë për Ebu Hanifen, duke qenë se në videon e kaluar të kësaj serie kemi filluar trajtimin e biografisë të parit në kronologji prej imamëve të 4 medhhebeve dhe jemi në vazhdim për një seri faqesh dhe videosh në trajtim të biografisë së tij. Më pas do të kalojmë gradualisht tek imamët e tjerë dhe më pas tek temat e fikut njëra mbas tjetrës. Thot autori, qala al-Fudail ibn Iyad, ka thënë al-Fudail ibn Iyad, pra dietar i njohur, kana Abu Hanifa rajulan faqihan, ma'rufan bil fiqh, mashhuran bil wara', wasi' al-mal, ma'rufan bil afdal ala man yaltufu bih. Ebu Hanifeja ishte një njeri dietar në fe, i njohur për jurisprudencën e tij, i famshëm për devotshmërinë, me pasuri të madhe, i njohur për bamirësinë ndaj atyre me të cilët sillej me butësi. Më pas thot saburan ala ta'limil ilm bil lejli wan nahar kathira as-samt qalil al-kalam hatta turadda mas'alatun fi halalin aw haram فكان يحسن أن يدل على الحق هاربا من مال السلطان. Ishte i durueshëm në mësimin e dijes natën dhe ditën, shumë i heshtur dhe pak fliste, derisa paraqitej një çështje rreth halalit dhe haramit, apo haramit. Atëherë ai dinte shumë mirë të tregonte të vërtetën duke ju shmangur pasurisë së pushtetarëve, ka për qëllim duke ju shmangur korrupsionit. Wazada ibn al-Mubarak, dhe ka shtuar ibn Mubarak, wa kana idha wuridat alayhi mas'alatun fiha hadithun sahihun tabi'a. Dhe ishte i tillë që kur i paraqitej ndonjë çështje që kishte hadith të saktë, ai e ndiqte atë. Wa in kana 'ani as-sahabati wat-tabi'in, dhe po ashtu dhe nëse çështja lidhej me sahabët apo tabiinët, pra me etheret ose transmetimet e tyre të sakta. Wa illa qasa wa ahsana al-qiyas, ose për ndryshe, pra në rast se nuk gjendej argumenti drejt për drejt nga këto baza, atëherë përdorte analogjinë ose qiyasin, që emërtohet në terminologjinë e shariatit, që është krahasimi i gjërave me njëra tjetrën për të nxjerrë një gjykim shariatik të përshtatshëm, dhe e përdorte atë thot në mënyrën më të mirë. Wa an Abi Bakr ibn Ayyash qal, dhe Ebu Bekër ibn Ayash transmetohet se ka thënë, Mata Umar ibn Suaid akhu Sufjan fa ataynahu nu'azzi. Vdiq Umar ibn Suaid, vëllai i Sufjanit, dhe ne shkuam për ta ngushulluar. Fa idha al-majlisu ghasun bi ahli wa fihim Abdullah ibn Idris. Mejlisi ose grumbulli i njerëzve ishte i mbushur plot me njerëz. Dhe mes tyre ishte edhe Abdullah ibn Idris, pra djali i Idrisit. Idh aqbala Abu Hanifa fi jama'atin ma'a. Në atë moment erdhi Ebu Hanifa me një grup njerëzish. Falamma ra'ahu Sufyan taharraka min majlisihi thumma qama fa'tanaqa wa ajlasahu fi mawdi'ihi wa qa'ada bayna yadayhi. Kur e pa atë Sufjani, lëvizi nga vendi i tij
pastaj u ngrit, e përqafoi dhe uli në vendin e tij ndërsa vetë u ul përpara tij. Qala Abu Bakr faghtabattu alayhi. Abu Bekri tha, u gëzova për këtë nder që ju bë atij. Wa qala Ibn Idris wayhak ala tara fajalasna hatta tafarraqa an-nas. Ndërsa Ibn Idrisi tha, mirë për ty, a nuk e shikon? Pastaj u ulëm derisa njerëzit u shpërndan. Faqultu li Abdillah ibn Idris la takum hatta na'lama ma 'indahu fi hadha. I thash Abdullah ibn Idrisit, mos u ço derisa të kuptojmë se çfarë ka ai në lidhje me këtë çështje. Faqultu ya Aba Abdillah ra'aytuka al-yawm fa'alta shay'an ankartuhu wa ankarahu ashabuna 'alayk. Pastaj i thash, o Abu Abdillah, të pash sot që bëre diçka që unë e kundërshtova ose mund të themi e konsiderova të qortueshme, dhe po ashtu dhe shokët tanë e kundërshtuan atë ndaj teje ose e kritikuan. Qal wa ma hadha wa ma huwa. Tha, çfarë është ajo? Pra përse keni llafin? Qultu ja'aka Abu Hanifa fa qumta ilay wa ajlastahu fi majlisik wa sana'ta lahu sani'an baligha. Wa hadha 'inda ashabina munkar. Thash, erdhi tek ti Abu Hanifeja dhe ti u ngrite për të, e ule në vendin tënd dhe i bëre një nderim të madh. Kjo sipas shokëve tanë është e qortueshme. Tu ka për qëllim transmetuesi idenë që personi nuk duhet të madhërohet më shumë nga ç'duhet në formë të drejtë për drejtë, ose nuk duhet të lavdërohet ose nuk duhet të ngrihet shumë në gradë sepse rrezikon të ekspozohet ndaj mendjemasisë. Megjithse të gjitha këto veprime që përmenden në këtë transmetim në shumë prej vendeve të botës, duke përfshirë edhe Shqipërinë, të paktën në traditat e vjetra të popullit, të cilat gradualisht janë duke u zhdukur, por një pjesë e tyre që janë realisht të mira nuk duhet të lejohet që të zhduken. Pra aplikohet kjo lloj gjë si nderim për më të diturin ose më të madhin ose një njerëz me vlera dhe virtyte. Faqala ma ankarta min dhalik hadha rajulun min al-ilmi bimakan fa in lam akum li'ilmi kumtu li-sinni wa in lam akum li-sinni kumtu li-fiqhi wa in lam akum li-fiqhi kumtu li-wara'i. Ai tha, çfarë kundërshton ti nga kjo ose çfarë konsideron ti të kritikueshme ose të qortueshme nga ky veprim? Ky është një njeri me pozitë në dije. Nëse nuk u ngrita për dijen e tij, u ngrita për moshën e tij. Nëse nuk u ngrita për moshën e tij, u ngrita për fikhun e tij, pra për të kuptuarit e tij të fesë dhe veçanërisht të jurisprudencës. Dhe nëse nuk u ngrita për fikhun e tij, u ngrita për devotshmërinë e tij. Fjala wara'un saktësisht nënkupton ruajtjen prej gjërave të dyshimta, pra është një grad edhe përtej devotshmërisë. Sepse devotshmëria përkufizohet në fe si kryerje e detyrave dhe largimi nga ndalesat. Ndërsa el-wara'u është përtej kësaj, është një grad më e lartë që është ruajtja prej të dyshimtave, gjërave që njeriu nuk ja di gjykimin në formë të sigurt, që mund të jenë prej halallit, mund të jenë prej haramit. Fa ahjamani falam yakun indi jawab. Kjo më la thot pa përgjigje. Wa an Abi Wahb Muhammad ibn Mizahim qal, nga Abu Wahb Muhammad ibn Mizahim transmetohet se tha, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul, kam dëgjuar Abdullah ibn Mubarak duke thënë, ra'aytu a'bada an-nas wa ra'aytu awra'a an-nas wa ra'aytu a'lama an-nas wa ra'aytu afqaha an-nas. Thot, kam parë më të përkushtuarin në adhurim ndër njerëzit. Kam parë më të devotshmin, kam parë më të diturin dhe kam parë më të thellin në fik ndër njerëzit. Fa amma a'badu an-nas fa Abdul Aziz ibn Abi Rawad wa amma awra'u an-nas فالفضيل ابن عياض وأما عالم الناس فسفيان الثوري وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. Sa për më të përkushtuarin thot, ai ishte Abdulaziz ibn Abi Rawad. Sa për më të devotshmin, ai ishte Fudail ibn Iyad. Sa për më të diturin, ai ishte Sufjan al-Thauri, ndërsa më i thellë në fiqh ishte Abu Hanifeja. Thumma qal ma ra'aytu fil fiqhi mithla.
Pastaj tha nuk kam parë në fik dikë si ai. Wa an Yahya ibn Ma'in qal, dhe nga Yahya ibn Ma'in transmetohet se ka thënë: Kana Abu Hanifa thiqa la yuhaddithu bil hadith illa bima yahfadhu wa la yuhaddithu bima la yahfadh. Abu Hanifa ishte i besueshëm, nuk transmetonte hadithe përveç atyre që i dinte përmendësh dhe nuk e transmetonte atë që nuk e dinte përmendësh. Wa an Abi Wahb Muhammad ibn Muzahim, nga Abu Wahb Muhammad ibn Muzahim transmetohet se ka thënë: Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul, kam dëgjuar Abdullah ibn Mubarak të thotë: Laula anna Allah a'anani bi Abi Hanifa wa Sufyan kuntu kasairin nas. Sikur Allahu të mos më kishte ndihmuar me Ebu Hanifen dhe Sufjanin, do të isha si pjesa tjetër e njerëzve. Pra nënkupton atë që mund të nënkuptojë çdo nxënës kur i referohet mësuesve të tij për meritat e mëdha që ata kanë, për arritjet që ka nxënësi. Një nxënës që thot filan mësues dhe filan mësues, po të mos kishin qenë ata, unë s'do isha ky që jam. Pra këtë domethënie ka kjo shprehje. Wa ani Shafi'i qal, dhe nga Shafiu transmetohet se ka thënë: Qila li Malik hal ra'aita Aba Hanifa, ju tha Imam Malik, pra Malik ibn Anas, Allahu më mëshiroft, a e ke parë Abu Hanifen? Biografinë e Imam Malik do ta trajtojmë inshallah më njëherë mbas biografisë së Abu Hanifës, siç e trajton autori në libër. Qala na'am ra'aytu rajulan law kallamaka fi hadhihi as-sariya an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi. Ai tha po, kam parë një njeri që sikur të fliste me ty për këtë shtyllë që ta bënte ar ose flori, do ta vërtetonte këtë gjë me argumentin e tij. Pra aq i fortë ishte në argumentim. Wa an Qais ibn Rabi' qal, dhe Qais ibn Rabi' transmetohet se ka thënë: Kana Abu Hanifa wari'an taqiyan mufaddalan ala ikhwani. Abu Hanifa ishte njeri i devotshëm, i përkushtuar dhe i dalluar mbi vëllezërit e tij. Wa qala Shuraik, dhe ka thënë Shuraiku: Kana Abu Hanifa tawil as-samt kathir al-aql. Abu Hanifa ishte shumë i heshtur dhe me logjik të shumtë. Wa qala Yazid ibn Harun, Yazid ibn Haruni ka thënë: Ma ra'aytu ahadan ahlama min Abi Hanifa. Nuk kam parë askënd më të butë se Abu Hanifa. Faktikisht është cilësi e njerëzve të ditur, jo vetëm e Abu Hanifes, por e gjithë njerëzve që janë në një kalibër të lartë në dituri, që kanë cilësinë e urtësisë dhe që kanë edhe këtë cilësinë e të mos folurit shumë, por të folurit vetëm aty ku duhet, vetëm ashtu siç duhet dhe vetëm aq sa duhet. Kuptohet që ne duhet përpiqemi në kufi të mundësive tona që t'i imitojmë këto modele. Dhe e kundërta, kur shikon në një person i cili është llafazan, ose që flet gjëra të padobishme, ose gjëra të çuditshme, ose mund të themi të pahishme, ose çfarë do lloj gjëje tjetër që është e kritikueshme për fjalëve, dhe po ashtu ka mungesë durimi dhe mungesë butësie, atëherë kjo në vetvete është një tregues që ky person çalon në nivelin e tij në dituri, duke u bazuar pikërisht në shembuj të tillë. Më pas thot autori: Wa an Abi Muawiya ad-Darir qal, nga Abu Muawiya ad-Dariri transmetohet se ka thënë: Hubbu Abi Hanifa min as-sunnah. Dashuria për Abu Hanifën është prej sunetit. Pra ky është një lloj lavdërimi, sepse normalisht suneti nuk përbëhet në formë të drejtë për drejtë nga Abu Hanifja dhe ndjenjat që duhet ketë muslimani për të, por se duke qenë musliman, duke qenë i devotshëm, duke qenë me virtyte, duke qenë dietar, duke qenë adhurues i madh, atëherë normalisht që dashuria ndaj tij është prej sunetit. Wa qala Shafi'i, Shafiu ka thënë, inshallah biografinë e Imam Shafiut, Allahu më mëshiroft, do ta trajtojmë mbas asaj te Imam Malik. An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifa. Njerëzit në fik janë të varur nga Abu Hanifa. Pra janë nevojtar për të, ose nuk pavarësohen dot prej kontributit që ai ka dhënë në fik. Mund të thuhet ndryshe që janë borxhlinj atij.
وقال الذهبي dhe ka thënë Imam Dhahabiu وكان من أذكياء بني آدم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء وكان لا يقبل جوائز الدولة. Ai ishte ndër më të zgjuarit e bijve të Ademit, domethënë të njerëzve, bashkoi dijen e fikhut, adhurimin, pra që i kishte gjitha këto cilësi së bashku, të ka për qëllim, adhurimin, devotshmërinë dhe bujarinë dhe nuk pranonte dhuratat e shtetit. Edhe këtu njëkohësisht nënkuptohet një formë e ruajtjes së personit nga rreziku i korrupsionit. Këtu ne mbyllim pjesën e sotshme të hyrjes së këtij libri, duke i kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.